Mirë se vinin për jetimet pa shprehuna. Hapsin kjo ku flet zemra, ku shprehen rrëfimet më të thella, më të sinqerta, tu i prek zemrat e tu na frymëzu me pa jetën me një kuptim shumë më të përmbushën. Sot në studio kemi të psikoterapistin edhe psikoterapeutin Yll Avdiaj, i cili do të na flet për rrugtimin e tij drejt Islamit dhe ndikimin e Islamit në tij. Yll, qysh e ke nis udhën tënde drejt psikologjisë edhe a ka pas ndikim rrugtimi ju drejt Islamit në këtë vendim? Në fakt, rrugtimi drejt psikologjisë është i hershëm, mundem me thonë para shkollës të mesme, po ka qenë një periudhë do thotë ku unë njëkohësisht do thotë jam marrë edhe me aspektin e fesë, edhe ky aspekti fetar do thotë përveç që vi për një familje kështu tradicionalisht islame, njëkohësisht ka pas edhe do interferime tjera do thotë si modelet e para gjyshërit e mi për shembull, cilët kanë falë namaz ose kanë agjeru, do thotë i kom pas si modele primare. Masanej kom pas një periudhë në Bosnjë kam qenë, diku në 80-jetën edhe në shkollë, aty kom pas lëndën edukata fetare, edhe aty pak kam fillu pak ma shumë me ditë, mirë po kjo gjithmonë ka qenë atë aspektin teknik ma shumë formalisht, ose nuk ka qenë diçka që e kom kuptu se çfarë do thotë, sepse kam qenë shumë i ri. Mirë po me kalimin e kohës do thotë kjo veç se u gërshetu gjatë këtij rrugtimi, ndërsa për psikologji do thotë është një moment ku një djalë të hoxhës se kom pas sociolog edhe ato e kom dëgju për herë parë të folë për psikologjinë edhe thotë që është studimi i mendjes, se si mendon njeriu dhe mu bani shumë përshtypje kjo, edhe pse nuk e disha në esencë se çka nëmë kupton psikologjia. Dhe fillova aty me hulumtu pak ma shumë, edhe vendosa do thotë thash unë kam e studiu psikologjinë, edhe pastaj ky backgroundi edhe kafeja pak edhe edukimi, domethënë aspektin e fesë, edhe mundojsha me gjetë një farë gërshetimi mes dyjave, edhe pse shpeshherë kisha komente për i tjerëve që thoshin që nuk lidhen kërkon se psikologjia ka të bëjë diçka me ateizëm, që e mohon fenë ose diçka, mirë, po prapë kisha një farë përshtypje, një farë ndjenje se dikun duhet mu lidh kjo. Dhe masanej do thotë kur fillova shkollën e mesme, do thotë kisha edhe lëndën e psikologjisë, edhe aty fillova mu thellu pak ma shumë në këtë aspekt edhe me kuptu pak ma shumë se me çka konkretisht merret psikologjia dhe pa shumë elementet përbashkëta që ndoshta paka shumë edhe feja i gërsheton. Mirë po, fush veprimi është pak ma ndryshe sepse ajo i gjurmon, do thotë që ato dukuritë të cilat ndoshta në fejna vetëm i mësojmë si diçka të kryme ose si diçka që kështu duhet veprohet ose të manifestohet, do thotë në jetën tonë. Masandej do thotë i kom pas edhe sfida kur kam vendos me studiu psikologjinë se këtu në Prishtinë fatkeqësisht nuk mujta me u pranu, për shkak edhe të konkurrencës shumë të madhe që ishte edhe do thotë mbeta jashtë. Ajo ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua sepse nuk musha me pranu faktin se qysh unë nuk jam pranu në psikologji sepse vesha me një background si prej aty në nxënësve të mirë që kanë mësu edhe me u përballë me një farë lloj dështimi, ta them kushtimisht, ishte pa pranueshme për mua. Dhe vendosa më shumë në Maqedoni. Edhe gjithmonë edhe para se me studiu psikologjinë e kom pas një farë dëshirë, thosha shpresoj që me gjetë një profesor që me diskutu që çështjen mes fesë edhe mes psikologjisë edhe me pa ku është ura lidhse. Dhe kur shkova në Maqedoni, atje pak shqiptarët atje janë pak ma fetarë se sa këtu, paktën kjo është përshtypja. Dhe atje hasa pash profesor dhe thotë që ishin ndoshta me background edhe teolog, po edhe psikolog. Dhe aty e pash pak e gjeta veten do thotë në këto dilemat ose në këto ide që unë i kisha paraprakisht që si mund ndërlidh kjo pjesë do thotë mes psikologjisë edhe fesë. Mirë po, nëse e shoh veten tash për një prizmë nga tash, e shoh veten kalimin 3 etapa në këtë aspekt. E para do thotë është ai aspekti formal ku unë do thotë vetëm teknikisht i kom kuptu disa gjëra ose të paktën kom mendu që feja është mirë me kon fetar, mirë është me u fal, mirë është me agjeru. Po. Edhe në aspektin fetar edhe në aspektin psikologjik sepse këtu gërshetohen. Edhe do thotë etapa e parë ka qenë kjo.
E dyta ka qenë mendoj që më shumë e cilësoj si frikë, do thotë ku unë i mundohna mi gëshëtu disa bindje fetare dhe disa dilema ose disa gjendje të mia emocionale gjatë asaj periudhe ku nështë edhe në aspektin psikologjik pikërisht që ajo periudhë e studimeve quhet si kriza e identitetit dhe ato janë dilemat më të mëdha ku një ri për shembull përballet me ato ose kush jam unë, ku du të jem, ç'a du të bëj në një jetë e tjera. Edhe fakti që unë u largova, shkova për herë të parë në Maqedoni ishte diçka e pa imagjinueshme që unë më nda prej familjes ose me shku në një vend ku nuk kisha qenë asnjëherë. Edhe fillova disi me mërzit edhe ajo pika e parë ku fillova me zgjedh ngushëllimin te aspekti fetar. Edhe fillova me lexu më shumë me u gëshëtu më shumë me këtë aspektin shpirtëror, mirë po njëkohësisht fillova edhe pak me kap dimensionin fetar si me frikë, do thotë sikur disa gjëra duhet praktikohen ose të aplikohen për shkak të frikës, për shkak të dënimit e tjera. Mirë po me kalimin e kohës, do thotë në dimensionin e tretë kur kam kalu, ato e quaj si ndërgjegjësim. Dhe të ndërgjegjësimi do thotë ka luajtur rol shumë edukimi jam në fushën e psikoterapisë, do thotë mas aspektit studimeve psikologji, do thotë menjëherë kyçja në edukimin në fushën e psikoterapisë, aty ka filluar edhe ai rrugtimi jam real ose nëse mundem të them më shpirtëror ose më kuptimplot në një farë mënyre. Këto shpeshherë e lidhi me këtë aspektin për shembull ku shpesh ne dëgjojmë që njerëzit duhet të kthehen te Zoti. Mirë po realisht po kujtohet më duket se është hadith thotë nëse ai që e njeh veten thotë e ka njoh edhe Zotin. Dhe pikërisht do thotë psikoterapia është ai momentumi ku kam filluar me njoft veten dhe me u kthy tek vetja ime, do thotë me gjurmu veten tem, mi pa të gjitha ato vështirësitë ose konfliktet që ndoshta unë i kam brenda vetes time. Dhe kur kam filluar do thotë këtë rrugtim drejt vetes, atëherë shumë a shumë më ka bë sens edhe aspekti fetar, edhe besimi, edhe çdo sens tjetër, edhe mënyra se si e përjetoj ose mënyra se si e manifestoj është shumë e ndryshme ndoshta se në ato etapat e para në të cilat do thotë unë kam lëviz. A ka ndonjë përjetim a rrëfim prej punës tënde që të ka bë me reflektu dhe të ka prek thellë, të ka bë me mendu mes lidhjes së shëndetit mendor edhe udhëzimit? Shikon, punën tonë praktike patjetër se ne prekemi ose ndoshta nganjëherë mundem me u ndiku edhe emocionalisht për situata ose raste me të cilat i dëgjojmë ose punojmë çdo ditë sepse fundja dhe ne jemi njerëz. Ajo që na dallon është pak ajo kalitja profesionale, do thotë ku ti arrin me bë distancimin ose diferencimin dhe mos me marrë si shumë që ajo me lujt rol tani edhe në jetën tonë të përditshme. Mirë po se ai ndjejmë, ai përjetojmë, po shpeshherë kur janë raste do thotë të cilat na ngjasojnë me disa përvoja ose përjetime tona, ndoshta ose që i kemi pas më herët ose që i kemi aktualisht ose diçka tillë, atëherë patjetër që ato kanë me na prek emocionalisht. Ndryshe në aspektin terapeutik kjo quhet si kontrtransfer, mirë po normalisht që kjo duhet të përpunohet, do thotë duhet të rishikohet në aspektin profesional në mënyrë që mos të më dëmtu ty si psikoterapist në këtë rast. Mirë po sa i përket lidhjes, do thotë normalisht që kjo ta përforcon atë aspektin ose atë dimensionin, si më thonë, me mendu ti më thellë ndoshta për veten tonë në një farë mënyrë, sepse unë mendoj që nëse një person arrin me integru të dyja të bashkë, ndoshta nuk shkon deri tek aspekti terapeutik. Po shpeshherë kur këtu ndodhen si të disocuar ose të shkputura nga njëra tjetra. Pra, njënën anë do thotë është shëndeti mendor ose emocional, do thotë ku personi po përballet dhe anën tjetër mundet me pas atë pjesën e praktikës fetare, por kur të dyja nuk janë të integruar me njëra tjetrën, atëherë normalisht që kanë me sjell vështirësi ose problematikat e vetë personit, ndoshta edhe shumë pikpyetje se pse nuk po ndihmon aspekti fetar në gjendjen time. Ti ka të bëjë do thotë me integrimin e këtyre dyja. Do thotë ku ta shohim na edhe këtë aspektin emocional tonë ose përjetimet emocionale tona si të integruara bashkë me aspektin e besimit. Nëse këto janë të shkëputura, atëherë normalisht që ne kemi me pas shumë vështirësi. Tash për shembull në proceset terapeutike ne nuk e kemi rolin as të hoxhës, as të priftit ose dikujt tjetër me i tregu personit se si duhet ose çka duhet. Ne jemi aty për shembull për ta mbështetur që
në një farë mënyrë me i diskutu ndoshta edhe bindjet ose vlerat që i ka personi. Dhe me pas se sa janë të integruara në veten e tij, do thotë, a janë vetëm formalisht aty prezente apo janë thellë të integruara në veten e tij, a me të vërtet personi beson ashtu apo thjesht e pretendon se e beson. A me të vërtet personi mendon atë gjë apo thjesht pretendon se mendon ashtu. Pra është çështje shumë komplekse kjo. Dhe ne jemi aty do thotë për t'ia bërë këtë diferencim për ta bën ndoshta personin me mendu më thellë për këtë çështje. Dhe vetë fakti që arrihet me u diskutu mbi këto aspekte, atëherë mendoj që arrin më lehtë edhe deri tek integrimi, sepse ti ja sjell të dy aspektet dhe kur personi e sheh edhe këtë anë edhe këtë anën tjetër, atëherë mendon pakës më ndryshe. Pra thjesht ne jemi aty për t'i ndihmuar që ai me arrit me bë këtë lidhje dhe ne nuk e bëjmë lidhjen për këtë person. Njëjtë siç thot një profesor ynë, thotë kjo është sikur çështja nëse ti gjendesh në shkretir, thot, dhe ta ka mund etja, thot, edhe ti më sheh mu, thot, edhe më pyet për oazën me ujë, thot, unë të kapi për dorë të çaj të ujit, të burimi, thot, po ujin duhet ta pish ti për me shuetjen, thot, dhe jo unë për ty. Kështu që njëjtë është edhe psikoterapistin këtë rast. Do thot, ai mund t'ja tregoj burimin, do thot, mund të çoj deri tek burimi, mirë po personit i mbetet që me e bën këtë lidhjen ose integrimin mes shëndetit tim mendor, edhe aspektit spiritual ose aspektit të besimit ndoshta ose lidhjes me Zotin. Ka pas ndonjë periudhë në jetën tënde kur je larg islamit apo larg guximit edhe çu e ke gjetë fillim për me rikthy veten prapë në këtë rrugtim? Po, kjo pyetje më kthen, do thot, në periudhën e shkollës të mesme, është ajo periudha, do thot, ku si adoleshent e nin veten pak më gjallë, edhe fillon, do thot, me të pëlqy disa gjëra tjera dhe në një farë mënyre ato mënyra automatike të bojnë me u largu prej kësaj pjese, si për shembull shoqënia, daljet, mbrëmjet, muzika e shumë do aktivitete me cilat unë jam marrë në atë kohë. Në një farë mënyrë kjo ma pa të reduktu aq shumë këtë pjesa që pa ta mbet vetëm me ditën e xumës, do thotë, edhe agjerimin e Ramazanit, do thotë kaq. Mirë po, kur fillova studimet, edhe u largova, do thotë, prej shtëpisë edhe prej Kosovës, në një farë mënyrë, jo shumë larg, po për mua është mjaftueshëm. Edhe fillova, do thotë, më mërzit shumë edhe aty tash isha për shembull në Tetov, edhe aty është një vend pak më ndryshe se sa në vendin ku jam rritur, edhe aty kur fillon për shembull një vakt edhe fillojnë xhamiat për një herë edhe diçka e tillë, do thotë, nuk e kisha përjetuar asnjëherë edhe kur fillon, do thotë, me thirrë ezanin shumë xhamia dhe unë veç u shtanga dhe fillova pak me menu, thash hej, thash, ky e Zot, thash, mua të më thirr, thash, ose dikan, edhe fillova m'ja nis, do thot, me u kthy apet, m'ja nis me u fal, ose pak ishte edhe ajo pjesa e mërzitës, do thot, edhe kisha nevojë për një farë ngushëllimi me gjetë, edhe e gjeta me çatë rikthimin, do thot, prap aty te feja, ose si më thon, te namazi, ose te leximi. Në fakt nuk është që kam frekuentuar shumë me komunitetin, nëse po flasim për xhamatin, unë shpeshherë e shquj veten në aspektin e fesë si një lloj autodidakti. Edhe pse shpeshherë e vrej që e komentojnë si jo të mirë ose si negativ ose diçka, po kështu jam ndërtuar, do thotë, jam ndërtuar duke lexuar prej aspektit fetar, duke lexuar psikologji, duke lexuar filozofi. Do thotë, ky është gëshëtimi jam se si kam marrë deri këtu. Pra asnjëherë nuk ka qenë feja, pastaj psikologjia, pastaj filozofia, këto jo, ka qenë të gëshëtuar kështu. Dhe në një farë mënyrë, do thotë, nuk kam qenë asi person për shembull që frekuenton shumë me xhamat ose që frekuenton nëpër derse apo ligjërata, jo. Edhe nëse i kam dëgjuar ato, i kam dëgjuar, do thotë, prej banesë aty ku kam nejt, do thotë, prej YouTube-s ose diçka, po unë me prezencë tem nuk është që kam shku shumë. Ma shumë kam qenë i fokusuar kënej ka studimet edhe punë që i kisha. Mirë po, kjo pjesë një farë mënyrë, do thotë, më ka bërë që me mbajt qëto që mos me lëshu, edhe pse ndoshta në atë periudhë kom pasi diçka shumë ndoshta më tragjike, sepse normalisht njeri kur ndodhet në si gjendje emocionale jo të mira, shpeshherë krijon edhe ndjenja faji, do thotë pse e ke lënë ose që e ke neglizhuar ose diçka tillë. Mirë po tash, nga ky ylli tash që jam,
e shoh shumë ndryshe këtë pjesë, sepse përderisa jemi qenie njerëzore, na jemi qenie dinamike, do thotë asnjëherë nuk jemi statike që vetëm e arrijmë një stad dhe kalojmë drejt në ato. Do thotë përderisa jemi njerëz, do thotë i kemi ato ups and downs-at, do thotë që herë jemi më mirë, herë bim, do thotë varësisht dinamikës së jetës. Po, patjetër, mirë po, tash mënyra se si i konceptoj gjanat ose si i perceptoj është shumë ndryshe, për arsye se nëse në atë kohë për shembull kam lexuar një libër dhe kam pasur një dietar ose një njeri i devotshëm ose dikush do thotë ose profeti alayhis salam do thotë ka bë praktika cilat ndoshta menjëherë kam tentuar me i bë për shembull si namaz natë ose agjerim e hane tejte ose do thotë dhikër të shumë të gjana, do të tendenca mi kap të gjitha për një herë, menjëherë shkon do thotë nuk shkon shumë gjatë dhe i lën të gjitha për një herë. Kështu që tash unë shoh që njeriu duhet me gjetë veten, qofsh për shembull si besimtar duhet me gjetë ndoshta një praktikë e cila ty të flan më shumë. Është njëjtë sikur në atë rastin për shembull ku mendoj që ata që kanë lexuar literaturë islame ose e dinë për atë rastin e atij sahabiut ku thot 3 herë radha zikur hyn thot pejgamberi alayhis salam thot që ky është njëri prej xhenetlive dhe kur ata e testojnë shohin se ai nuk po bën diçka po diçka të veçantë edhe ai tregon thot veç ku para se më ra me flen thot ja u fali gjithë dhe çam ka bë dikush çam ka hyn hak thot ja u fali. Do thot një veprim i tillë po i vazhdueshëm do thot e ka bën ato që të jetë prej xhenetive. Prandaj mendoj që edhe ne duhet ta gjejmë veten, do thotë se cila praktikë prej këtyre na motivon më shumë, na flan më shumë në veten tonë ose na ngritat aspektin tonë shpirtëror, mendoj se asaj duhet t'i ngjitemi. Tash për shembull hadith specifik ose ajet që e ke marrë si një lloj udhëheqësi, udhëzuesi për veten ose që e ke nishnuar karakterin tënd? Mendoj që ka shumë dhe nëse kisha me thonë një do thotë kisha me hyrë hak një tjetër se e di që ato janë gëshëtu tek unë sepse nëse në kohët e mëhershme kam lexuar do thotë qoftë edhe Kur'anin e kam lexuar ndoshta për sevape, ka që një 4-5 vite që e lexoj do thotë për ta kuptuar. Pra për ta marrë mesazhin dhe jo vetëm formalisht. Edhe është një ajet që unë shpesh e përmend ku thot Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk tentojnë ta ndryshojnë veten e tyre. Dhe kjo është një mesazh shumë i fuqishëm se ajo çka duhet ndryshohet është tek ti, do thotë edhe Allahu e ka lënë tek ti dhe jo dikun tjetër. Nëse presim na që dikush tjetër kam na zgjidh çështjet tona ose problemet tona, atëherë mendoj që nuk e di se sa ka më ndodhur përderisa ky ajet po na thot kështu. Kështu që nuk po bëj interpretim fetar në këtë rast, por po mundohem si më thonë me përkufizu ose një mënyrë me shpjegu ato se si unë e përjetoj. Prandaj unë shoh që puna kryesore është tek vetja. Dhe kjo në një mënyrë më ka shtyr drejt vetes që unë duhet ta shoh te vetja ime se cilat janë nevojat e mia dhe ku unë po e gjej veten time në këtë aspekt. Kështu që kjo është një ndër ato që shpesh e kujtoj, është edhe ajo tjetër ku e përmenda edhe më herët që thash ku ai që ka njohur veten e ka njohur edhe Allahun. Do thotë gjithmonë po niset prej vetes sonë, sepse ne jemi një qendje shumë komplekse dhe nëse arrijmë me kuptu këtë kompleksitetin ton, atëherë ne kemi me kuptu edhe madhështinë e Zotit në një farë mënyrë. Nëse ne nuk e kuptojmë veten, atëherë kemi me pas vështirë ndoshta edhe me kuptu edhe Zotin edhe gjithçka tjetër. Kështu që domethënë kjo është ajo pjesa ku domethënë kthimit tek vetja, puna me veten në një farë mënyre e ka bën më të relaksueshme këtë pjesën e përjetimit të fesë dhe gjetjen time për shembull në praktika të caktuara të cilat ndoshta mbojnë përshtypje më shumë. Një aktualisht që unë e vlerësoj shumë ose që e çmoj shumë edhe që e shoh si shumë të fuqishëm si praktik paktën për mua personalisht është duaja. Pra, përveç duave do thotë të cilat janë të përcaktuara sipas fesë, do thotë duat e caktuara, janë edhe duat ku të burojnë ty prej shpirtit tënd ose prej nevojave tua që ti ke, sepse ajo është një lloj komunikimi me superqenien ose me Zotin në këtë rast. Dhe ajo është mënyra më e mirë që ti gërshëtohesh ose e krijon atë lidhjen vertikale, do thotë me qenien supreme. Kështu që mendoj që kjo është shumë e fuqishme tek unë dhe mendoj që edhe në praktikë edhe në jetën e përditshme i kam pa edhe rezultatet prej kësaj duaje
edhe pse ndoshta në aspektin psikologjik mundet më qujt një farë lloj placebo efekti ku njeriu do thotë arrin me bind veten edhe si më thon ajo energjia e shtyn drejt aty në veprimeve, po le të jetë edhe kjo, pse jo. Mirë po unë mendoj që kjo është një praktikë shumë e fuqishme të cilën unë e mbaj me dhëmball që thon. Cili është një prej gabimeve më të mëdha që zakonshëm e bojnë njerëzit kur përballen me sfida emocionale? Ta mendon që kthimi te krijuesi ose udhëzimi është njëra prej zgjidhjeve? Zakonisht kur përballim me situata sfiduese në jetë, normalisht që natyrshëm njeriu t'i vjen do thot me sabotu veten ose në një farë mënyre me shku në regres deri në vetëshkatrim. Pra është instinkt në një farë mënyre i natyrshëm që njeriu t'i ndodh. Pra është ndryshe në psikoanalizë quhet instinkti i vdekjes. Dhe kjo vjen do thot kur përballena me situata jo të kënaqshme në jetë. Njerëzit zakonisht në këto situata shtyren do thotë me shku drejt gjanave negative për shembull ose drejt varësive të ndryshme për shembull si në alkool ose droga ose bigjoze ose ndoshta shumë situata do thotë edhe te vetëshkatrimi, vetlëndimi dhe vetëshkatrimi. Mendoj që në situata të tilla do thotë lidhja me krijuesin është shumë e rëndësishme, madje po më kujtohet gjatë studimeve, pata hasë në një studim, ku është bërë normalisht në Amerikë jote, edhe kishë nxjerrë në përfundim të thotë që personat të cilët janë më religios, më besimtar, në farë mënyre, thotë janë më të mbrojtur ose si më thonë ka një farë lloj preventive paraprake ndaj situatave sfiduese në jetë dhe kishë konkretizuar do thotë kryesisht komunitetin musliman dhe ato hebrej. Do thotë janë më të ruajtur si për shembull në situatat kufitare kur ne i humbim njerëzit më të dashur ose për shembull kur kemi dështime shumë të mëdha, qoftë në jetë ose në biznes ose në diçka do thotë që janë përjetime shumë të rënda për një individ. Do thotë personat të cilët kanë qenë të lidhur më shumë me Zotin ose me atë konceptin të përtejmes ose në një farë mënyre kanë qenë më të mbrojtur nga këto sjellje ndoshta vetëshkatruese se sa personat të cilët nuk e kanë pas një qëllim ose një kuptim për jetën e tyre, do thotë kur janë sfidume me këto situata. Mendoj që është e rëndësishme shumë kjo, sepse na në jetë duhet ta gjejmë një kuptim, ne duhet t'i dhëmë jetës tonë kuptim, sepse përndryshe nëse ne nuk gjejmë kuptim në jetë atëherë edhe arsyeja për me jetu është shumë e ulë, do thotë në sfidat e para ne kemi mi dhonë fund ndoshta edhe jetës, sepse ashtu shpeshherë prirret njeriu natyrshëm në një farë mënyre me shkatru veten. Tjetër është me rëndësi për shembull në situatat kur na po përjetojmë sfida të rënda gjendjes emocionale, shpeshherë aspekti fetar ose besimi në një farë mënyre lund atë rolin e ngushëllimit, pra ne gjejmë një farë lloj ngushëllimi. Por duhet ta kemi parasysh edhe aspektin tjetër sepse ngushëllimi do thotë është për një periudhë të caktuar. Nëse ne nuk arrijmë me integru do thotë çat besim ose me kalu deri në njohje, do thotë përtej gjendjes emocionale, pra si ndërgjegjësim, atëherë mendoj që i hub efekti mas një kohe. Kështu që po, patjetër se po, sepse nëse ne e marrim thjesht vetëm si një lloj ambalazhi, atëherë shpejt do të bije, si më thonë ajo, sepse në esencën tonë ose në brendin tonë do thotë nuk ka arrit me u integru. Në shpeshherë në aspektin psikoterapeutik, këtë aspekt mund ta quajmë edhe ikje. Pra shpeshherë shkuarja në aspektin fetar ose në besim ka njëherë mund të jetë edhe një lloj ikje prej konflikteve që ne i kemi në jetën e përditshme. Pra, po flas për një fenomen i cili din me u zbe shumë shpejt. Pra, për atë është e rëndësishme do thotë që t'integrohet, jo vetëm të kalohet në dimenzionin e parë formal, do thotë vetëm aspekti jashtëm, po të kalohet edhe në aspektin e brendshëm që lidhet shumë me besimin, pastaj edhe nivelin e tretë do thotë me ndërgjegjësimin. Pra, kur ne arrijmë nivelin e ndërgjegjësimit, atëherë mendoj që kjo kam na u gërshëtu shumë mirë, do thotë pavarësisht sfidave që kemi me pas në jetë. Por nëse ne jemi do thotë vetëm në atë nivelin formal, atëherë do thotë kjo do të jetë shumë e vështirë, sidomos në këto situata kur na po gjendemi para këtyre sprovave.
Qysh e sheh rolin e psikologut në shoqërinë tonë, përderisa shpeshherë ndahet shëndeti mendor edhe lidhja me krijuesin? Roli i psikologut edhe i psikoterapistit në shoqërinë kosovare është diçka shumë e re. Pra ajo që ka qenë e njohur deri më tash është vetëm roli i psikiatrit. Do thotë personi i cili është marrë me aspektin e shëndetit mentor ka qenë veç psikiatri. Tash do thotë mas periudhës luftës do thotë ka fillu me fut në treg të punës ndoshta në një mënyrë edhe roli i psikologut edhe psikoterapistit që është hala edhe më i ri. Që shpeshherë do thotë në mes këtyre të trijave është edhe një farë lloj konfuzioni se nuk dihet se ç'a bën njëri dhe ç'a bën tjetri. Mendoj që është shumë i rëndësishëm ose mundem me thonë që statusi i psikologut ose psikoterapistit është më shumë në sensin laik, pra njëjtë sikurse mjeku i cili e kryen mjekësinë dhe e kryen një shërbim mbi të cilin nuk bën kurrfarë dallimi për pacientin i cili ka me ardhur te ai me u trajtu. Pra nuk e sheh se as mbi bazë të race, gjinie apo moshe apo çka do që është jetë feje apo diçka tillë, njëjtë është edhe psikologu, prandaj do thotë e cilësoj si laik në këtë rast. Mendoj që është shumë i rëndësishëm sepse me ngjarjet ose me situatat si një shoqëri e dalme pas luftës do thotë ku na patjetër se kemi mu përballë me disa konflikte ose që ndoshta kanë një gjenezë traumatike prej përjetimeve që kemi pas, po ashtu edhe shumë fenomene dhe dukuri me cilat akoma jemi tu përballë, mendoj që është i rëndësishëm roli i psikoterapistit edhe i psikologut. Sa i përket aspektit fetar, mendoj që shoqëria jonë është e gërshetuar më shumë me aspektin fetar, saqë ndoshta edhe konfliktet ose problemet ose vështirësitë që kanë pas më herët, po edhe tash do thotë kryesisht janë adresuar ndoshta edhe tek hoxha apo te klerikët fetar të cilët janë marrë me këtë aspekt. Edhe në një farë mënyre sikur ju kanë shërby këtij aspekti, mirë po tash jemi në një periudhë tjetër ku gjërat duhet të adresohen për aty ku janë, do thotë aty ku ka nevojë. Do thotë nëse ne kemi probleme me shëndetin në aspektin somatik ose në aspektin fizik, atëherë ne duhet të adresohemi do thotë te mjeku. Atëherë nëse kemi të bëjmë me aspektin psikoemocional, ne duhet të drejtohemi ndoshta tek psikologu ose psikoterapisti. Dhe nëse kemi të bëjmë me çështje të besimit ose konfuzione, çështje shpirtërore, atëherë normalisht që ka me qenë hoxha. Bashkëveprimi gjitha kishte me qenë shumë i përsosur në një farë mënyre si trajtim, mirë po jo nëse njëri prej tyre kishte me marrë rolin e gjithave, sikur me kuru do thotë si aspektin fizik, si aspektin mendor, si aspektin emocional, si aspektin shpirtëror. Tash, ajo çka i japi rëndësi për shembull është te aspekti psikoterapeutik, sepse ne për shembull duhem me pa tërësinë se si funksionon personi. Dhe nëse ne e shohim për shembull një person i cili lëngon ose ka vështirësi në aspektin shëndetësor, në aspektin somatik ose trupor, atëherë ne adresojmë për tek mjeku. Nëse ne shohim se personi ka konfuzion në lidhje me besimin ose me aspekte shpirtërore, atëherë normalisht ne i themi se me këtë çështje duhet ndoshta të konsultohet me një person, me një hoxhë ose me dikon i cili ka një hurin këtë drejtim. Mirë po tek ne e rëndësishme është te psikoterapisti është që ti arrin me u vetëdijësu për këto dimensione që janë të rëndësishme në jetë, po njëkohësisht që ti duhet ti japësh kahje edhe ti ekuilibrosh tek vetja jote. Pa nëse kishim me funksionu në këtë drejtim, në këtë mënyrë, atëherë kjo kishte me qenë shumë e preferueshme. Në të kundërtën atëherë mendoj se shpeshherë ne mundemi edhe me bë dëm me këto aspekte, gjë që siç edhe ndodh në shoqërinë tonë shpeshherë, mos ti përmeni kështu shumë specifikisht, mirë po prap duhet ta kemi parasysh edhe një gjë se njeriu gjithmonë orientohet ose drejtohet aty ku ai ka besim. Pra gjithmonë njeriu në besimi e udhëheq. Pra në këtë rast, qoftë në person, qoftë në profesion, qoftë në rol në shoqëri që ka, qoftë edhe në autoritet ose ndoshta edhe tek Zoti. Mirë po ne duhet t'i diferencojmë disa gjëra, sepse shpeshherë ato munden me na çu deri te një pikë e vetgënjimit ku ne shpeshherë mundem me gënjy veten se ne
po shërojmë ose po trajtojmë në këtë aspekt duke shpresuar që na shërohet edhe kjo pjesë. Nëse unë kam një problem organik edhe shkoj qoftë te hoxha ose te psikologu, atëherë ata asnjëherë nuk kanë me e kuru atë pjesë nëse ajo ka nevojë me u intervenu ndoshta në aspektin kirurgjik ose diçka e tillë. Pra, këtë aspekt duhet ta kemi parasysh. Kështu që mendoj që bashkëveprimi i gjitha ose harmonizimi me këto aspekte kish me qenë shumë i mirë se ardhën, do thotë në trajtimin e çfarëdo problematike që ne përballemi si shoqëri. Yll, qysh arrin me majt baraspeshën mes ndihmës për të tjerët edhe lidhjes tënde me krijuesin? Edhe a mendon që këto dyja e forcojnë njëna tjetrën? Mendoj që ky balancë ose ky ekuilibër, sa më përket mu personalisht, vjen për një procesi goxha të gjatë. Kam përmend që prej edukimit në fushën e psikoterapisë, do thotë që jam prej vitit 2012, puna angazhimi, puna me veten sidomos, sepse është e patjetërsueshme që ti fillimisht punosh me veten. Për me arrit një balancë ti fillimisht duhet punosh me veten. Për ta adresuar dikujt se si të arrin një ekuilibër, fillimisht ti duhet ta njohësh te vetja jote. Më kujtohet një thënie orientale është shumë interesante, thotë nëse dëshiron ti ndihmosh botës, thotë fillimisht ndihmoj kontinentit tonë, nëse don kontinentit, thotë fillimisht shtetit. Qytetit, familjes, vetes. Do thotë gjithçka fillon prej vetes tonë, sepse na kot mundohem të ndihmojmë të tjerë nëse fillimisht na nuk dimë të ndihmojmë vetes tonë. Kështu që aty fillon gjithçka. Pastaj kjo e fuqizon edhe më shumë do thotë atë ndihmën të cilën ne ndoshta e marrim si vepër e mirë, do thotë edhe prej aspektit besimit ose prej aspektit të Zotit. Do thotë e përjetojmë më ndryshe kur ne fillojmë fillimisht prej vetes tonë. Nëse ne kemi me fillu me ju ndihmu të tjerëve pa i ndihmu vetes tonë, atëherë edhe nëse shkojmë me atë idenë se na po e bëjmë për hir të Zotit, prap kemi me përfundu në atë pikën ku ne ndoshta po e bëjmë për veten tonë, sepse nëse personi nuk ka me na falënderu ose nëse personi nuk ka me na ditë atë mirë që na ja kemi bë, atëherë në një farë mënyrë kemi me fillu me ndi veten sikur diçka nuk është në rregull ose me u inatos ose me u mërzit pse personi nuk po ta den. Dhe nëse ti e arrin këto fillimisht këtë ekuilibër me veten, pastaj kalon në dimenzionin do thotë ku ti me të vërtetë e bën për një qëllim më madhështor, atëherë ti nuk e ke atë gajlen se a ka me ta kthy ose jo. Ne shpeshherë në psikologji për shembull e përmendim hierarkinë e Maslow, do thotë nevojat. Shpeshherë edhe veprimet tona ose ndoshta nëse po flasim këtë rast edhe ndihmën ndaj tjerëve që e bëjmë mbi këto nevoja, mbi këto motive. Dhe ajo pjesa e lartë e vetë aktualizimit është pikërisht ajo pjesa ku ne fillojmë me u shkput në një farë mënyrë ose me u diferencu prej këtyre nevojave tjera që janë bazike dhe psikologjike, ku ne jo domosdoshmërisht e bëjmë një mirësi ose një ndihmë ndaj dikujt vetëm se për me na u kthy në një farë mënyrë apo në një formë tjetër. Pra kjo është një nivel i lartë, ose ndoshta në prizmin fetar shihet si ai niveli i devotshmërisë, kur ti arrin me bëni një vepër të caktuar pa prit në kthim ose diçka të tillë. Në të kundërtën, nëse ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë, atëherë kemi me përfundu duke menduar se ne po bëjmë për Zotin, po në një farë mënyrë ne po e bëjmë për veten tonë. Dhe kjo është me rëndësi shumë me diferencu. Në aspektin terapeutik ndihmon shumë me qartësu këtë aspekt, ose me pase me cilat motive ti po përballesh. Tash për shembull, sa i përket punës tonë, mendoj që paraprakisht normalisht që rrugtimi nuk ndalon, ai vazhdon për sa të jemi gjallë, mirë po deri në këtë pikë, do thotë ku kam arrit, ndoshta si person, ne paraprakisht është dashme ju në nështru një edukimi ose një trajtimi paraprakisht për veten, me pas se si menaxhon ti me veten para se të vish, do thotë në atë karrikën dhe të ulesh para dikujt dhe tentosh ti tregosh se si duhet mbahet ekuilibri. Pra kjo është me rëndësi do thotë fillimisht ta nisim me veten dhe të vazhdojmë pastaj tek të tjerët. E para është nëse përgjegjësia profesionale. Pra është një kodeks etik mbi cilin ti e ndërton atë raport ose atë trajtim që ti e bën në fushën profesionale. Pastaj përgjegjësia mbi bazë besimi, do thotë, shpirtëror, ajo e fuqizon edhe më shumë, sepse ajo e tejkalon këtë profesionale, ne bën më njerëzore, do thotë, ku ti
një veprim të caktuar nuk e bën pse nuk guxon, por e bën pse nuk është njerëzore ose thjesht nuk buron prej po, prandaj kjo e fuqizon më shumë. Por duhet pas parasysh edhe një aspekt tjetër, sepse për shembull kur flitet për fushën tonë, pavarësisht që është me i dalë në ndihmë ose si më thon me mbështet personin ose me fuqizu personin i cili po kalon në periudha të vështira, kjo nuk nënkupton që e bëhet si më thon si vetëm për hir të Zotit ose diçka e tillë, po janë momente të caktuar ti edhe mund ta bësh një si më thon një trajtim ose diçka e tillë, po mirë po kjo i përket aspektit profesional, sepse ne duhet ta dimë edhe në këtë aspekt, për shembull, se ku je pozicionu, nëse pozicionu në aspektin profesional, atëherë normalisht që ka me u lidh vetëm me aspektin profesional. Po nëse ti je pozicionu në bamirësi, atëherë mendoj që nuk është vendi i duhur, por është në një formë tjetër ta gjejmë në këtë rrugtim ose këtë mekanizëm, si për shembull themelimi i ndonjë organizate ose shoqate bamirësie mbi të cilën ti mundesh me dhënë qoftë ndihmë, do thotë në këtë drejtim për personat të cilët janë në nevojë. Pa duhet ta kemi parasysh këtë aspekt, se për ndryshe ka me qenë shumë problematike edhe për neve si profesionistë në këtë fushë. Jam sfiduese edhe me qenë brenda organizave profesionale dhe etike, që kjo është mjaftueshme një bindje për pjesës së bindjes që ne kemi prej asaj aspektit spiritual tonë dhe ndërtimit tonë spiritual që na shtyn me qenë sa më korrekt edhe sa më profesional në punën tonë. Kjo kish me i kontribu shumë, do thotë në këtë aspekt, mirë po ne duhet vetëm të kemi kujdes sidomos në aspektin profesional, sepse ne nuk mund ta marrim atë misionin për shembull davetxhinjve ose personat të cilët do thotë i bojnë njerëzve thirrje në fe ose në besim, jo, në aspektin profesional kjo nuk guxon të jetë aty. Kjo mundet me shërby tërthorazi, për shembull, mënyra se si trajton ti, mënyra se si i ndihmon ti personit me i hap dimenzionet e jetës qaj me pa ma qartë. Mirë po jo që ti me i bë thirrje sepse atëherë shndrohet në diçka tjetër. Unë mendoj që kjo kish me i shërby ndoshta njëkohësisht edhe si një lloj thirrje, qoftë edhe për profesionistët të cilët janë me background ndoshta edhe fetar, që duhet të kenë kujdes në këtë aspekt që mos ta luajnë rolin e hoxhës, po ta luajnë rolin e profesionistit, qoftë psikologut ose psikoterapistit. Nëse kisha me i fol një yll i tri i cili nuk e ka gjetë hala lidhjen e tij me krijuesin ose udhëzimin, qysh kishe me rekomandu që me gjetë balancin me zemrës, mendjes edhe shpirtit? Është pyetje jo e thjeshtë, është goxha e vështirë. Pyetje milion që është. Sepse kur e mendoj veten se si kam kalu, do thotë është vështirë me përmbledh krejt çat përjetim ose krejt çato sfida me një fjalë dhe me ia dhënë dikujt si të gatshme. Mendoj që ajo që ka mujt me i ofru dikujt të rinj këtë drejtim, ose kur e shohim që se si kish mujt me e gjetë këtë, po më kujtohet një thonje, nuk e di nëse është kineze ose japoneze, thotë mësuesi i mirë është ai që tregon se ka me shiku dhe jo çka me shiku. Mendoj që ato se çka me shiku na duhet ta gjejmë vetë në jetë. Sepse secili jemi individ ndryshe, përjetojmë ndryshe, mendojmë ndryshe, shohim ndryshe. Kështu që mendoj mbi këto ndryshe na duhet ta ndërtojmë atë veten tonë në një farë mënyre. Ose që shpeshherë thuhet ta gjejmë atë veten tonë, mirë, po më shumë e preferoj me thonë ta ndërtojmë atë veten tonë. Sepse çajo lidhja jonë me krijuesin ose me çka do tjetër është shumë personale, shumë individuale. Pra asnjë prej nesh nuk e përjetojmë njësoj. Njësoj mund të jenë disa praktika të cilat na unifikojnë ose na bashkojnë, mirë po rrugtimet gjithmonë janë individuale ose janë shumë përjetime personale. Mendoj që ajo që ndoshta mundemi ne me i ofru një personit në një rrugtim të tillë është thjesht ta mbështesim. Të jemi aty për atë person, do thotë se çka ka nevojë ai person. Pra jo t'i tregojmë, jo t'i japim këshilla të thata, t'i tregojmë se çka duhet bëj dhe çka nuk duhet bëj, sepse kjo shpeshherë më shumë na largon prej një rrugë të tillë sesa që na jap drejtimin e duhur. Ndërsa mbështetja do thotë jemi aty pranë me këta persona të cilët po e kërkojnë këtë rrugtim, mendoj se kjo do të jetë më shumë ndihmuese për
atë person se sa nëse ne i japim si të gatshme disa gjëra dhe thjesht personi mbetet me i zbatu. Ne për shembull edhe rrugtimin qoftë shpirtëror ose qoftë besimin ne marrim mbi bazat motiveve që i kemi dhe zakonisht ne motivet i kemi të ndryshme. Prandaj edhe ndryshon kahja ose rruga të cilën na e marrim. Ndoshta dikush për të arritur deri tek ai nivel i duhen shumë sfida. Dhe këto sfida janë të patjetërsueshme në jetën tonë sepse në një farë mënyre na kalitin ose na pjekin në këtë drejtim. Dhe shpesh ne pa u pjek, pa u sfidu me këto aspekte, ne vështirë se e marrim atë përgjigje. Kështu që ajo më herët që përmendëm kur folëm për dhimbjen, do thotë ne patjetër disa dhimbje duhet t'i përjetojmë në një farë mënyrë që të arrijmë të kuptojmë rëndësinë e tyre ose për t'na jap atë plot kuptimin e anës tjetër të kësaj ose antagonistën e kësaj dhimbje. Kështu që mendoj që ne këtë çka mundemi me bë është me qenë aty me personin. Jo rastësisht për shembull në proceset psikoterapeutike ne thjesht e luajmë rolin e mbështetësit më shumë se sa të atij këshilluesit i cili jap këshilla se ç'a duhet bëj ose ç'a nuk duhet bëj. Do thotë personi i tillë nuk ka nevojë për ato. Ai thjesht ka nevojë për një mbështetje, ndërsa rrugën personi mbetet me gjetë vetë atëherë kur i vjen momentumi kur ai është i gatshëm me rrugtu ose me ecë nëpër atë rrugë. Cilat mendon që janë disa të pathana, cilat duhet me i hapna në shoqërinë tonë, sidomos kur bëhet fjalë për ndikimin e fesë në shëndetin mendor? Shiko, çdo e pathën në një shoqëri krijon një tabu, pra shndërrohet në tabu. Si diçka e paprekur ose diçka e cila është prezente por nuk diskutohet edhe cila krijon tension pastaj në shoqëri. Mendoj që debatet për çështje të ndihshme mendoj që janë të mirë se ardhura, por duhet të kemi kujdes se kush po i trajton këto debate, kush po i diskuton këto debate, kush janë këta njerëz të cilët flasin mbi këto tema. Për shembull, çështjet që më së shumti do thotë i hasim në shoqërinë tonë ose që janë më të ndihshme do thotë është aspekti i fesë, i besimit, aspekti seksual, aspekti nacional. Pra, këto janë tri fusha ndoshta që akoma nuk janë shtërruar në shoqërinë tonë prej debateve. Mendoj që këto janë pikat ku na duhet të flasim vazhdimisht ose duhet t'i jepim kahjen e duhur, sepse nëse ne nuk i japim kahjen e duhur ose vendin e duhur, atëherë ato kanë me u bë si problematika në vete. Pastaj mendoj si shoqëri kemi shumë tabu të cilat kanë të bëjnë do thotë si me prindrimin, si me familjen, si me të afërmit, do thotë ku në prapavi ose në prapaskenë shpeshherë ndodhin problematike nga më të ndryshme të cilat ne nuk duam t'i imagjinojmë. Kështu që mendoj që edhe ato duhet të jenë pjesë të diskutimeve, ndoshta edhe publike, edhe pse ndoshta ne jemi në një kulturë, në një frymë ku shpeshherë jemi rritë dhe jemi ndërtuar mbi këtë konceptin e marrës ose turpit, mendoj që disa gjëra duhet t'i flasim, do thotë edhe duhet t'i adresojmë, sepse ato po sjellin konflikte ose problematika ose duhet t'ja japim vendin e duhur. Për atë për shembull ajo që ne mund të shohim shpeshherë është prej dimensionit të fushës mbi cilën ne punojmë, sepse shpeshherë aty dalin ato të pathënat që zakonisht ne i ruhemi ose i druhemi që në shoqëri, do thotë të mos shihen ose të mos duken. Mendoj që nëse ne nuk arrim me i diskutu të paktën edhe si individ ose me i nxjerrë për brendis tonë, atëherë normalisht që ato kanë me kriju konflikte, tensione të papërballueshme në veten tonë. Kështu që mendoj që ne duhet jemi të hapur në këtë dimension që të diskutojmë ose ta ngrisim diskursin në një nivel tjetër do të diskutimit dhe jo të mbyllemi si shoqëri, qoftë si shoqëri fetare, qoftë si përgjithësi do thotë edhe jo fetare. Më pëlqen një fakt për shembull kur i shoh në perëndim do thotë komunitetet fetare, sidomos islame, do thotë janë shumë të hapur ndaj disa diskutimeve që ndoshta në shoqërinë tonë akoma janë tabu ose i shohin si të turpshëm me u diskutu ato. Dhe unë mendoj që këto janë mëse të nevojshme sepse duke ngrit debatin ose diskutimin në këtë nivel, ne edhe vëdijsohemi më shumë, edhe ndërgjegjësohemi më shumë, edhe dimë se si t'i adresojmë disa problematika me cilët na po përballemi. Sikur të kishe pas mundësi me shkru një libër në lidhje me përjetimet e atyre njerëzve që ti ke taku, normalisht të rujt konfidencialitetin e tyne, qa kishe me theksua, po qa kishe me vequ
në raport me shëndetin mendor edhe lidhjen e tyne spirituale në raport me Krijuesin. Me a dhoni një farloj titulli si kur një thonje e rumit në duket është, nëse nuk gaboj, ku thotë zemra do të thehet, do të vazhdoj të thehet derisa të depërtoj drita. Por kjo është shumë e rëndësishme me kuptu në praktik. Pse? Sepse qoftë në aspektin e punës që na e bëjmë, ne zakonisht kemi të bëjmë një farë me zemra të thyera. Dhe shpesher ajo që na duhet të mësojmë nështë edhe për aspektit psikoterapeutik është të mësojmë se si të jetojmë me dhimbjen, se si të pranojmë dhimbjen, sepse vështirësitë më të mëdha në jetën e përditshme i kemi për shkak të mos pranimit të dhimbjes. Dhe kur ne të mësojmë ta pranojmë dhimbjen si pjesë tonë të jetës, atëherë mendoj që aty është edhe ajo drita ose ai ndriçimi, do thotë edhe ajo ngritja shpirtërore. Sepse të mundohemi na me arrit ngritje shpirtërore pa e pranu dhimbjen, pa u përballë me dhimbjen ose duke ikë nga dhimbja, atëherë mendoj që kjo është një vetmashtrim të cilin ne shpeshherë ja bëjmë vetes dhe prap bijem në pikën zero ose vetëm besim duke u sill në atë grackën e njëjtë apo në atë çarkun e njëjtë. Kështu që mendoj ajo që kisha mi kushtuar rëndësi kish me qenë që me përjetu dhimbjen, me pranu dhimbjen është normale. Vetëm ai që është njeri do thot ka dhimbje, përjeton dhimbje. Dhe do thot mundohemi të ikim dhimbjes ose në një farë mënyre të shkruajmë ose të merremi me situata ose me teoritë të cilat si të bëjnë me ikë për dhimbjes ose gjëra të tilla. Jo, mendoj që ne duhet të flasim për dhimbjen dhe duhet ta shohim ato si pjesë e jona, vetëm atëherë do thotë është ajo ngritja jonë shpirtërore ku na kishim mujt me bë, ose ndoshta mendoj një libër i tillë kish më dalë diçka interesant prej kësaj. Sepse ndoshta me rastet për të cilat ne punojmë shpeshherë e shohim se është një lloj disocimi mes dhimbjes ose këtij aspektit shpirtëror, ose mes asaj që na jemi në vërtet dhe asaj që ne dëshirojmë. Dhe shpeshherë ne ose jemi në njërin ose kalojmë në tjetrën, por asnjëherë nuk i kemi të gërshëtuar ose nuk i kemi të integruar me njëra tjetrën. Dhe kështu që mendoj që ajo e bën dhimbjen më të madhe. Në këtë rast, ndoshta ky libër kish me udhëheq një person, do thotë që me ia dhoni një dimension ose me ia hap një dritare me pas se si është ta pranosh dhimbjen ose ta integrosh dhimbjen me aspektin shpirtëror. Ne kemi për shembull shumë raste nëse kthehemi në historitë e profetëve për shembull. Zakonisht janë të përshkruar me dhimbje, me vështirësi, do thotë, me sfida shumë të rënda, madje do thotë edhe sprovat më të mëdha do thotë i kanë profet ose njerëzit e përzgjedhur te Zoti. Tash ne për shembull duhet me arrit me kuptu që ta do thotë praktikisht, jo vetëm teorikisht, sepse ne teorikisht po frymëzohemi shumë në libra, mirë po kur po na ndon aspektin praktik aty sikur po jemi të papërgatitur ose po thehemi shumë emocionalisht dhe menjëherë po na çon te ajo pika dhe po bëjmë pyetje se çka i bona unë Zotit ose pse mu? Do thotë këto janë pyetjet më të zakonshme që njeriu ja bën vetes, pse mu? Po, kështu që mendoj që ne duhet të mësojmë ta shohim këtë dimension sepse nëpërmes dhimbjes ne në një farë mënyrë edhe kalitemi. Por, nëse ne po përjetojmë situata, do thotë ku ne po përballemi me vështirësi emocionale, atëherë mirë është për shembull që të kërkojmë ndihmë ose të gjejmë njerëz të cilët ndoshta kanë më na dhënë një kahje se si me rrugtuna ose si me udhtuna në këtë drejtimin e kësaj ngritjes ose shpirtërore, po qoftë edhe si më thon pranimit të asaj lloj dhimbje që kemi. Jo vetëm persona ose njerëz të cilët na i stagnojnë ose si më thon na i bojnë rrafsh edhe na thonë se nuk është kur gjë ose është veç te kaluese, jo. Ne do të mësojmë ta pranojmë këtë pjesë. Kështu që mendoj që ky kish më qenë një prej librave të cilat kisha me prezantu gjëra të tilla. Edhe pse konceptin e lumturisë e kam pak të ndryshëm nga ajo që zakonisht pretendohet, unë mendoj që na në jetë po kemi fragmente lumturie ose lumturia janë sekuenca kur na po përballemi me diçka që na japin një farë lloj ndjenja aty për aty e cila nuk zgjat shumë, mirë po lumturia nuk është diçka që si më thon kalon deri në fund. Po nuk është vetëm një gjendje. Sepse ndryshe nëse kemi me pretendu në një gjë të tillë, atëherë mendoj që ne kemi me gënjy veten shumë në këtë rast, dhe s'kemi me i pranu shumë aspekte tjera ose sfida tjera me cilat kam na përballë jeta jonë.
Falenderojmë Yllin për sinqeritetin edhe motivin me nda rrëfimin e vet bashkë me neve, e bashkë shihemi në takimet e radhës.